Horoskopi ditor e hënë 10 nëntor 2025. Dashi, të dashuruari do kalojnë një ditë të zakonshme dhe pa ndonjë të veçantë. Të paktën përfitoni nga rasti që nuk do keni mosmarrëveshje për të folur dhe për tema delikate. Do keni takime të bukura sot, juve që jeni në një lidhje, dhe do e shihni të ardhmen me një sy tjetër. Në planin financiar, fati do ju buzëqesh. Të ardhurat do kenë përmirësime të menjëhershme. Demi, gjatë kësaj dite do ndërroni më shumë se sa duhet në jetën tuaj në çift, dhe ka rrezik të përballeni me disa zhgënjime. Partneri nuk do plotësojë të gjitha dëshirat. Beqarat nuk do jenë në humorin e duhur për të filluar një lidhje, kështu që do qëndrojnë vetëm. Financiarisht nuk priten as pak probleme. Kjo falëndime si do ju japin edhe disa miq të ngushtë. Binjakët, dashuria në çift do shkojë më së miri gjatë kësaj dite. Nuk do keni as pak për çfarë të shqetësoheni, duke qenë se komunikimi dhe bashkëpunimi do vazhdojë të jetë i fortë. Beqarët duhet i marrin seriozisht propozimet që do ju bëhen. Në planin financiar do keni disa tronditje për shkak të shpenzimeve të majme që do ju duhet të kryeni. Gaforja, ditë rutinë do jetë kjo e sotme për të gjithë ata që janë në një lidhje. Nuk pritet asgjë e veçantë dhe kjo do ju trishtojë paksa. Beqarat nuk do kenë as pak dëshirë të fillojnë angazhime serioze dhe pse mundësitë nuk do mungojnë. Në planin financiar do përballeni me të papritura as pak të këndshme. Gjithçka do vijë si pasojë e menaxhimit të keq që keni bërë. Luani, jeta në çift do vi duke u përmirësuar ditë ditës, duke filluar që sot do ja shprehni më shumë ndjenjat atij që keni në krah dhe ardhmja pritet të jetë më e ndritur. Beqarët do kenë takime të shumta dhe në fund të ditës do duhet të marrin vendime të rëndësishme. Në planin financiar do jeni më të qetë fal një shume që keni marrë kohët e fundit. Vigjoresha, në jetën në çift nuk pritet të ketë asnjë problem gjatë kësaj dite. Partneri do i kuptojë prioritetet që keni dhe do plotësojë disa dëshira. Për sa ju përket beqarëve, ata nuk do jenë shumë të privilegjuar, megjithatë sharmin që kanë duhet ta vënë sa më shpejt në veprim. Financat do jenë goxha të qëndrueshme dhe as pak problematike. Peshorja, edhe pse do jeni në një lidhje, do ndjeni shumë të vetmuar gjatë kësaj dite. Partneri do jetë i angazhuar me punë dhe nuk do ju kushtojë as pak vëmendje. Beqarët do kenë një ditë të mbushur me të papritura dhe me shumë gjasa jeta do ju marrë një tjetër drejtim. Në planin financiar do tregoni shumë të kujdesshëm dhe nuk do bëni asnjë investim pa qenë të sigurt. Akrepi, edhe pse marrëdhënia në çift do jetë shumë e mirë, nuk duhet të merrni vendime të rëndësishme për të ardhmen. Tregoni pak më të duruar nëse doni që gjithçka të shkojë përse mbari. Beqarët do tregojnë impulsiv dhe mund të bëjnë gabime të rënda. Në planin financiar ka mundësi të gjeni zgjidhje të gjitha problemeve që keni pasur më parë. Shigjetari, ditë shumë e bukur kjo e sotme për gjithë të dashuruarit. Do qëndroni më shumë kohë pranë atij që dashuroni dhe do i sqaroni përfundimisht të gjitha dilemat që keni pasur. Beqarat duhet të tregohen më realistë dhe të mos ndërrojnë gjëra të paqene. Financat do jenë të qëndrueshme, kështu që mund të bëni investimet e duhura pa pasur asnjë rrezik. Britsjapi, lidhja juaj në çift do ndikohet negativisht nga planetet sot. Do jeni të detyruar të gënjeni shpesh partnerin në mënyrë që të mos krijoni debate me të, por dhe gënjeshtrat i kanë këmbët e shkurtra. Kujdes, beqarëve nga ana tjetër do ju ras zemra shumë fort. Në planin financiar do gjendeni në një situatë delikate
dhe as pak të favorshme për të kryer investime. Ujori. Do kaloni momente të paharrueshme gjatë kësaj dite në praninë e tij që keni në krah, dhe kjo do ju bëjë të mendoni më tepër për një të ardhmen me të. Beqarët do vazhdojnë të ndërrojnë për princin e tyre të kaltër dhe do ndihen mirë për këtë fakt. Në fund të ditës ka gjasa që t'ju plotësohen ëndrat. Në planin financiar, merrni masa strikte që të mos keni probleme. Peshqit. Do afroni edhe më shumë me partnerin gjatë kësaj dite dhe do flisni gjëra gjatë për çdo çështje. Në disa momente, pasioni mund të ndizet aq shumë sa që do ju duket sikur jeni mbi re. Beqarët do vazhdojnë të jenë pa fat dhe do mbeten vetëm. Financiarisht do keni ende vështirësi, pasi do keni për të kryer patjetër shpenzime të nevojshme.